Në një kohë kur për botuesit është rritur kostoja e realizimit të një vepre, Europa krijuese është një hall këndime. Nëse sot mund të themi me siguri që panajiri ka më pak botime të reja, mund edhe të themi që botuesit serioze kanë gjetur si zgjidhje të mos e humbasin cilësinë. Këto projektet e Bashkimit Evropian, cilin e kemi fituar për disa të herë, janë të rëndësishëm edhe në pikpamje të një filli që i lidh të gjithë librat bashkë, një tematikë që i bashkon këta. Nuk janë libra të zgjedhur rastësisht vetëm libra shumë të mirë dhe autorë shumë të njohur, po janë histori, prandaj kemi histori që frymëzojnë dhe lënë shenjë, që kanë një tematikë që lidh dhe janë, si thuaç, do bashkojnë dhe lexuesit rreth njëri tjetrit. Bashkëpunimet të tilla mes shtëpive botuese shqiptare dhe atyre europiane ndihmojnë edhe që libri të shkojë më lehtë te lexuesi. Tarifet e përkthimit nuk janë më ato që kanë qenë para 10 vjetësh, qoftë edhe para 5 vjetë, janë përmirësuar shumë dhe këtu na ndihmojnë shumë edhe përfshirja në këto programet, projektet e Bashkimit Evropian apo vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Kërkojmë vëmendje për gjithë veprimtarin botuese dhe ne presim përgjigje konkrete për këtë shqetësim tonë. 10 vepra që lidhen bashkë për shkak të tematikës që trajtojnë edhe si një kolan, do të përkthehen gjatë këtij viti në mënyrë që lexuesi të ketë ato në duar panairin tjetër.